Tirana u trondit për shkak se njëri nga futbollistët Fredi Alvarez humbi nga jeta vajzën e tij. Nga burimet pranë policisë dyshohet se fëmia i mitur ka rënë nga krevati 1.5 metra i lartë dhe është gjetur në gjendje kritike. I është dhënë ndihmë mjekësore e specializuar, por nuk ja ka dalë të shpëtojë. Raportohet se vajza mund të ketë pasur edhe komplikacione të tjera, ndërsa policia ndodhet në vendngjarje për të zbuluar detaje të tjera. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.